Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin e gjithësisë. Mirësitë dhe bekimet e Tij qofshin mbi të dashurin e Tij dhe të dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Ndalohet agjërimi për gjithmonë për atë që e dëmton, ose që mund bëhet shkak që të humbë dikush të drejtën apo ai të dëmtohet në shëndetin e tij. Sqarim gjithashtu se gjëja më e mirë që mund bëhet është, ose maksimumi i gjës, është që njeriu ta agjërojë një ditë po një ditë jo. Pra ideja është që njeriu në agjërim ose me agjërimin bën aq sa ka dhe ban trupi i tij. Momenti që agjërimi bëhet sebeb që njeriu mos bëjë detyrat, mos çojë në vend obligimet apo të dëmtohet në shëndetin e tij, atëherë nuk bën që ta agjërojë pa ndërprerje, nuk bën që ta agjërojë pa ndërprerje. Pse? Sepse agjërimi pa ndërprerje bie ndesh me atë që na ka mësuar pejgamberi alayhis salam, nëse njeriu normalisht duhet që të kryej disa detyra që ka në jetë. Dhe agjërimi pa ndërprerje ditë për ditë e pengon njeriu ose e rëndon njeriu për të bërë detyrat që ka ndaj vetes, familjes e kështu me radhë. Abdullah ibn Amr tregon se të dërguarit sallallahu alaihi wasallam i kishin thënë se unë kam thënë. Kush po tregon tani? Abdullah ibn Amr ibn al-As tregon se të dërguarit sallallahu alaihi wasallam i kishin thënë se unë kam thënë, pasha Zotin, do të agjëroj çdo ditë e do të falem çdo natë sa të jem gjallë. Faktikisht thotë ky tani, e kisha thonë me të vërtetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më pyeti, e ke thonë ti këtë fjalë? I thash, qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Po e kam thonë, për ty bofsha kurban gjithçka. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tani këshillon Abdullah ibn Amr ibn al-As, i cili ishte dhëndër i ri. فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة ب10 أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. Ti nuk mundesh, i tha pejgamberi alayhis salam, që ta agjërosh çdo ditë, e të falësh çdo natë pa gjumë. Por agjëro dhe mos agjëro, falu dhe flej. Për shembull, agjëro nga çdo muaj 3 ditë, se Zoti shpërblen minimalisht 11 dhe të shkruaj sikur ka agjëruar gjithë muajin. Dhe kështu e merr shpërblimin sikur ka agjëruar gjithë vitin, dhe kështu e merr shpërblimin sikur ka agjëruar gjithë jetën. I thash, kush po flet tani? Abdullah. Un kam mundësi dhe fuqi për më shumë se sa kaq. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fasum yawman wa aftir yawmayn. Atëherë tha, agjëroj ditë dhe mos agjëro 2 ditë, 1 me 2. Thashë pejgamberi Zotit, kam fuqi dhe mundësi për më shumë. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fasum yawman wa aftir yawman wa dhalika siyamu Daud alayhi salam wa huwa afdalu siyam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, atëherë agjëroj ditë po ditë jo. Ky është agjërimi i gjithë jetës, është agjërimi i Daudit, agjërimi më i mirë që ekziston alayhi salam. Thashë pejgamberi i Zotit, unë kam fuqi dhe mund bëj më shumë se sa kaq, mund bëj diçka më mirë se sa kjo. Qal, tha, la afdala min dhalik. S'ka më mirë se kjo. Nuk ka më mirë se sa ditë po ditë jo. S'ka më. Kjo është kufimi i fundit. Në një transmetim tjetër, po vetë Abdullah i tregon se pejgamberi sa i tha,
Ja Abdallah, alam ukhbar annaka tasumu an-nahar wa taqumu al-layl? Qultu bala ya Rasulullah. O Abdullah, më ka ardhur lajmi se ti agjiron ditën e falësh natën. A është e vërtet? Thash po si o i dërguari i Allahut, është e vërtet. Qal fala taf'al, tha mos vepro kështu. Sum wa aftir, qum wa nim, fa inna li jasadika alayka haqqan wa inna li 'aynika 'alayka haqqan wa inna li zawjika 'alayka haqqan wa inna li zurika 'alayka haqqan wa inna بحسابك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله. فشدد علي فقلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزيد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. وكان يقول لما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mos e bëj këtë, i tha, po agjëro dhe çele, për agjëro dhe mos agjëro, çohu dhe flejnë, se trupi ka hakun e vet. Syni ka hakun e vet, goja ka hakun e vet, po edhe vizitorët që vinë në shtëpi kanë hakun e vet. Pa që do të thotë po trish agjëruesën, po trish nuk fal gjithmonë, nuk e bavën tyne as gruas, as trupit, as synit, as mikut. Po ti tha agjëro 3 ditë në çdo muaj, se shpërblehesh në 10 fish, sikur ka agjëruar gjithë kohën. Unë nuk tolerova dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u mundua derisa më tha agjëro agjërimin e Davudit alayhis salam, që është një ditë po, një ditë jo. Po vetë Abdullah tregon. Më tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lexoje Kur'anin në një muaj. I thash, po më vallëzoj më shpejt, jam më i fortë, më vështirë, më ta bëj më mirë. Atëherë më tha, atëherë lexoje në 7 ditë dhe mos pakso në 7 ditë. Pra historia kush është? Abdullah ibn Amr ibn As është martuar. Ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, Amri, babai Abdullah e shef nusën e reqës, si ishte aty ku duhet. Në thotë o bi, thotë, a të pyes për diçka, se je si fëmia imi, thotë. Thotë po. Thotë Abdullah, mirë është me ty? Thotë, mirë, thotë, po do fal gjithë natën. Për ditë të agjëru, thotë nusja, vjerë. Yes. Tha, mirë është, tha, shumë mirë, tha, po falet gjithë natën, tha, dhe agjëron për ditë. Mirë, tha, se rregullojnë të mohabet, e tretë çuni. Dhe këshillon baba tani. Çuni. Papa baba të jerin të rezi. Xheneti etj. A mirë, tha, kus merr avesh. Një çku Amerikë të pejgamberit e Islamit. Thotë pejgamberi ku më ran hall, po çfarë halli ke? Thotë kështu çuni, thotë me nusë. Dhe kjo është historia e kësaj. Që ta pejgamberi e Islamit falu e flej, agjëro dhe mos agjëro. Dhe lexoje Kur'anin për një muaj. Ai tha çfarë muaj pejgamberi i Zotit, unë lexoj ditë për ditë, natë për natë. Pa pejgamberi sa nuk e ka lexuar Kur'anin ai që lexon ditë për ditë. Pastaj tha për javë. Pastaj ai thotë 3 ditë. Ja lejoi deri në 3 ditë. I tha pejgamberi sa kush e lexon Kur'anin më shpejt se 3 ditë se ka lexuar. Opa, ndaloj ku këtë 3 ditë. Tha si të falen, tha falu si falja e Daudit alayhis salam. Si u falë Daudit alayhis salam? 1/6 e natës. Jo, tha kjo mund bëj më shumë. E rëndësishme, kur është plak, Abdullah se i dha besë pejgamberit, i dha 3 ditë, agjërimi ditë po i ditë, jo. Kur u plak, tha si se mora këshillën e pejgamberit alayhis salam. Po mira, edhe mund të postatojte, po jam me që kishte dhënë fjalën pejgamberit sa se bajte zemrën me lujt nga premtimi që kishte dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.